Trajneri Fatih Tekke ka kërkuar te drejtuesit e Trabzonsporit që të blejnë kartonin e Ernest Muçit. Bëhet fjalë për 8.5 milionë euro që duhet të shpenzohen për të mbyllur marrëveshjen mes dy klubeve turke. Muçi duket se ka fituar plotësisht besimin e trajnerit pas javës së kaluar. Plot 3 gola të shënuar dhe një penallti e fituar prej tij në 2 ndeshje bindën trajnerin e Trabzonsporit. Klubi që huazoi Muçin pagoi 1 milion euro të Beşiktashi. Mundësia për të aktivizuar opsionin e blerjes është deri më 31 maj. Nëse Trabzonspori dëshiron të aktivizojë këtë opsion, atëherë shuma e parë prej 1.7 milion euro duhet paguar brenda një muaji. Muçi shikohet si element i rëndësishëm aktualisht, ndërsa synhohet titulli kampion. Ernest Muçi ishte protagonist në 2 fitorit e fundit të Trabzonsporit që po lufton për titullin kampion. 3 gola të shënuar prej sulmuesit të kombëtarës që tashmë ka filluar të bindë. Trabzonspori po merr frytet e huazimit dhe po ashtu mendon për të ardhmen. Trabzonspori duhet të paguajë 8.5 milionë euro për të blerë kartonin e 24 vjeçarit. Më parë janë paguar 1 milion euro të Beşiktashi vetëm për huazimin. Legia Varshavës nuk do të ishte as pak e kënaqur nga kjo situatë, siç tregohet në Poloni. Kontrata shitjes së Muçit në Turqi u realizua për 10 milionë euro dhe me një klauzulë të veçantë. Kështu Legia ruajti 10% të fitimit nga çdo shitje e ardhshme. Trabzonspori ndërkohë nuk do të kalonte 10 milionë euro për të gjithë operacionin e blerjes, siç ranë më parë dakord me rivalet e Superligës turke. Për këtë Beşiktashi vet nuk do të kishte fitim nga shuma e shpenzuar më parë, po ashtu as Legia përqindje.